miqdashur, ja ku takojmë përsëri së bashku në puntatën e radhës të një introverti i cili bën shopping, edhe siç mund ta shikoni edhe nga redimi i studios sot, pa diskutim që sot do të kemi një produkt jashtëzakonshëm i cili do të flasi në lidhje me gatimin, por jo vetëm me gatimin, por edhe me kursimin. Duke qenë se sezoni i verës është shumë afër, domethënë afër. Ka filluar realisht, disa njerëz unë kam parë në rrjetet sociale kanë filluar plazhet, ndërkohë disa të tjerë kanë filluar hiking and të tash. Ndërkohë, gjëja që i bashkon të gjithë njerëzit sado ndryshime emocionale, politike, fizike ka njëri nga tjetri, është gjithmonë një produkt i cili konsumohet gjithmonë në këtë lloj periudhe. Edhe ajo është absolutisht akulloria. Vazhdoni ta ndiqni. Okej, produkti që na ka ardhur është i markës Ariete, një markë cilën ne kemi diskutuar edhe herë të tjera, e ka fillimet e saj diku 20 vjet përpara si markë. Dikur operonte vetëm në pjesën e Ballkanit edhe në pjesën e Evropës Lindore, por më pas duke qenë se ka një gamë të jashtëzakonshme produktesh edhe ju mund të shikoni edhe tek portali më i madh i blerjeve online tek Aladini lloje produktesh të ndryshme të markës Ariete, siç kishim një steam mop, fshesa me korrent të ndryshme, blendera të ndryshëm dhe lloje gjërash të ndryshme. Pra, për sa i përket kategorive të elektroshtëpiakeve, sidomos këto gjërat e vogla, patjetër që Ariete i mbulon jashtëzakonisht mirë. Dhe gjithmonë gjëja që mua më pëlqen tek kjo markë është që ka gjithmonë disa produkte inovatore. Për shembull, unë nuk kisha dëgjuar asnjëherë për një pajisje e cila e bën akullore në shtëpi. Kam patur gjithmonë këtë fantazinë atyre makinerive gjigande me ato lugën gjigande. Unë rria duke i parë, domethënë aty në buzë të plazhit ato makineri gjigande, në ato dyqanet e vogla të plazhit Durrësit dikur, rria i shikoja kështu si somnambul. Nuk më kishte shkuar kurrë mendja që akulloren ti mund ta bësh edhe në shtëpi dhe ja pra ku na qen nga ky produkt. Tani pa diskutim, ne akoma nuk e kemi parë se sa e mundur është apo sa të mirë e bën apo sa cilësore e bën. Si na ngelet për ta parë, për ta hapur dhe për ta provuar. Përpara se të futemi në procedurave të cikletshme të gatimit, cikletshme nuk është janë cikletshme të gatimit, por thjesht unë i bëj cikletshme sepse jam i pamësuar fare me këtë pjesë të jetës. Hapim një kutinë të shohim se çfarë ka brenda, sa pjesë, sa e vështirë është për ta ndërtuar, për ta formuar, për ta karikuar, sepse bëj gjithashtu me karikim, paktën çu thot paketimi. Të përgatisi edhe akullore pa laktozë. Pra do të thotë mund të përdorni edhe qumësh të tjerë, janë këto lloj qumështesh pa laktozë, pra që nuk dëmtojnë ata që janë alergjik apo kanë probleme me laktozën. Preparare direttamente nel freezer. Pra, gjëja që paraprakisht dua t'ju them është që kjo pajisje, pasi futen të gjithë përbërësit brenda, dizet dhe thjesht futet në pjesën e ngrirjes, pra në pjesën e frizerit të frigoriferit tuaj. Sipas manualit përdorimit kishte një lloj këshillimi që thoshte që frigoriferët cilët e kanë këtë cilësimin no frost, pra që nuk kanë ngrirje, nuk ngrin, po themi pjesën e ngrirjes në vetvete, është shumë e komplikuar për ta shpjeguar kjo, do të jesh ekspert frigoriferësh, mund ta ulin pak performancën në kuptimin që mund ta zgjasin procesin e bërjes akullores pak më gjatë, por kjo nuk bën problem kur vjen puna për të ngrënë akulloret, gjithë do presim sa duhet. Kurse frigoriferët, si më thon ata më klasikët, e kanë rendimentin dhe performancën më të mirë me këtë pajisje. Gjithsesi e hapim dhe e shohim. Pa, kemi një kapak bukpeshku, ndërkohë brenda është pajisja. Ka dhe poshtë një pjesë bukpeshku, do ushqejmë kësaj here me këtë. Brenda kutisë vetëm manualin e përdorimit. Shumë e rëndësishme kam përshtypjen që për këtë lloj materiali, duke qenë se i përket botës gatimit, duhet lexuar nga pak manuali për të parë mbi të gjitha si bëhet akulloria dhe përtej kësaj edhe se si përdoret makineria. Ka disa përdorime shumë të thjeshta, ndërkohë kështu nga ana pamjes, duket tamam si një tenxhere me një kapak të kuq të sofistikuar, siç mund ta shikoni. Ka këtë stilin disi retro, pra që e kanë të gjitha pajisjet që Ariete sjell, këto vizat të gri edhe me këtë pjesë të kuqe, e kemi parë edhe tek waffle makeri. Dhe ty ti kanë truri që waffle-i më i lirë i mundshëm kushton 300 lekë, i cili mund ta gjeni pa diskutim edhe tek Aladini me një çmim shumë të arsyeshëm. Ka dy kapse. Edhe brenda kemi akoma gjëra të tjera. Këtu ndodhet karikuesi i pajisjes, e cila, siç e thash, pra ka një bateri të vetëm të integruar. Kjo bateri do të bëjë që makineria të karikohet edhe ta vendosni në frigorifer. Pra nuk ka nevojë që të keni kabullin, ta fusni kabullin brenda në frizer apo të bëni kështu lloj gjërash. 5 volt, edhe nëse rastisht që kjo pajisje apo ky karikues ju humbet apo ky ushqyes ju humbet, mund të bleni një tjetër, mund të shkoni tek tregu elektrik dhe mund ta bleni një zëvendës të tillë. Okej. Këtu brenda është edhe fleta, e cila do të shërbej për përzierjen e akullores, pra atë që unë imagjinoja kur isha i vogël në plazh të Durrësit apo kudo që shkoja, domethënë dhe isha jo krau gjigant. Është kjo gjëja, pra është minimizuar në këtë gjë. Unë do të provoj një recetë, të cilën e kam parë në internet, të bërë me këtë pajisje,
Sipas llafit ajo është, po themi, gjëja më e thjeshtë është kjo receta fiori di latte apo lulet e qumshtit e përkthyer shqip. Kjo është receta që do të provojmë sot. Për gjithë ju anvisa që po e shikoni këtë video nga shtëpia juaj, mund ta gatuani duke përdorur jashtëzakonisht shumë pak përbërës. Pra ju duhen 200 gram sheqer normal, jo me ngjyrë, jo në një sheqer i çuditshëm, 400 ml pana për ëmbëlsira, jo pana për tortellini, e kuptova që ishin dy gjëra të ndryshme, edhe 400 ml qumësh. I bashkon gjithë bashkë dhe supozohet të kesh ambullore. Këtu brenda keni edhe tenxherën, cilën tenxhere, po e quaj tenxhere, apo enën, duket inoksi, duket material goxha i mirë. Këtu kemi pjesën e motorit edhe pjesën e kryesore të pajisjes, e cila bën të gjitha funksionet. Është e pajisur me një vend të posaçëm dhe ka një formë hexagoni këtu që futet, po thitet, thjesht po thitet, nuk ka nevojë për asnjë lloj gjëje. Përshiu nga manuali i përdorimit, asnjëherë mos tentoni që ta rrotulloni me forcë, sepse dhe mund ta thyeni edhe mbi të gjitha mund të dëmtoni motorin. Ka dy butona anash, të cilët ndodhen përkatësisht njëri këtu edhe tjetri këtu, të cilët shtypen njëkohësisht. Dhe voilà, del bateria dhe motori. Sipas manualit përdorimit, kjo pjesë bashkë me helikën e vogël dhe tenxheria mund të lahen të gjitha, edhe lavastovilja mund të lahen edhe me dorë. Pjesa e motorit pra nuk duhet të prekur me ujë, pra nuk duhet larë me ujë. Këtu poshtë ka një hyrje që thot përsëri 5 volt, në të cilën do të futet karikuesi dhe pajisja është gati për të bërë akulloren. Tani, momenti i vërtetë si çdo lloj pajisje është pa diskutim ta provojmë prej vërtetë se çfarë bën. Kështu që edhe në këtë rast, Arieten do ta sfidojmë duke vendosur të gjithë komponentët bashkë, duke bërë gati dhe duke provuar nëse do bëj akullore apo do ta helmoj. Na ndiqni. Fatkeqësisht sipas manualit përdorimit unë nuk arrita që ta gjej në asnjë vend se sa gjatë do të zgjasë procedura e karikimit. Unë e lash mbi 2 orë, duket të realisht i karikuar, kështu që shpresoj mos ma lë punën në gjysmë. E para punës, pasi hapet kjo pajisje, nxirret po themi pjesa e tenxheres, po e quajmë pjesa e tenxheres, dhe duhet larë mirë. Pra pa diskutim sepse mund të ketë vajra, yndyrna. Gjë e rëndësishme është që mund të prodhoj deri në 1 kg akullore. Mund të bësh po themi 5 racione për 5 të rritur 200 gram sheqer. Qyqa, 400 ml qumësht. Opa, po ç'kemoj pse 400 ml pana për ëmbëlsira. Si hapen këto? S'ka ndonjë kështu këto? S'ka ndonjë buton këto që hapen? Hapen kështu si patatina. Inshallah nuk e derdhi. Atëherë, siç mund ta shikoni, është në limit. Këtu brenda ka një shenjë që kam përshtypjen është shenja e cila tregon që ka arritur limitin maksimal pajisja dhe nuk duhet kaluar kjo pjesë sepse mund të rrezikojë të derdhet edhe të vështirësoj procesin e likës. E vetmja gjë që na ngjilet për të bërë është vendosim helikën tek pozicioni përkatës, ta mbyllim dhe ta vendosim punë. Gjëja tjetër e rëndësishme është që në momentin që ju e keni asembluar të gjithën, pasi shtypni butonin, ka vetëm një buton këtu sipër, të cilin ja ta demonstrojmë pak. E shtypim. Helika fillon që të lëvizi me njëherë, helika rrotullohet sipas manualit, pra për 10 sekonda dhe më pas rri gati 5 minuta në pauzë. Pra ky është procesi ndërkohë që ti e ke vënë në frizer, fillon edhe të ngri avash avash. Kështu që mos u shqetësoni, mos mendoni që pajisja u prish apo më thash, nuk u prish, është thjesht normale, është pjesë e procesit të të bërit akullore. Po si brenda, thjesht shtrëngohen. Shtypja e butonit do bëhet pasi ju e keni futur në pjesën e ngrirjes së frigoriferit tuaj dhe thjesht duhet ta shtypni. Kur procesi mbaron, pra kur akulloria është gati, thjesht butoni fiket dhe ju ka lajmëruar, pra ju lajmëron vetë pajisja që akulloria është gati. Le ta fusim frigorifer edhe ta provojmë të shohim se çfarë mund të bëjë. Për hir të vërtetës, pajisja do rreth 2 orë e pak që ta ketë procesin gati, pa diskutim, pra siç e thash, kjo varet edhe nga frigoriferi, nga lloji frigoriferit tuaj, por gjithsesi llogariteni pra që për të ngrënë akullore duhet diku të 2 orë e pak. Pastaj mos e lini më gjatë se sa duhet në frigorifer brenda sepse akulloria mund të ngrijë. Pra nuk do të jetë ajo ngrirja tipike e akullores, pra që juve thoni ose e mirë, është një ngrirje përtej normale, pra që fillon edhe kristalizohet edhe nuk bëhet shumë e shishme. Tashmë ka ardhur momenti për ta hapur akulloria. Është gati sipas pajisjes, pra u fik. Kështu që hapim levat anësore dhe të shohim se ç'kemi ka tranosur. Okej. Është akullore për vërtetë, domethënë. Është bërë akullore. Nuk mendoja që nuk do kisha qullosur gjë, po okej, realisht është bërë. Kam përshtypjen na ka ngelur vetëm për ta provuar. Ajo që kam mbetur për të bërë tani pasi akulloria u vure që është bërë gati është ta shijojmë, ta provojmë. Gjëja e parë është që duhet hequr menjëherë helika, e vendosim këtu që mos bëjmë pis dynja. Merrem disa nga këto gotat e vogla edhe të shohim akulloren, ta vendosim brenda. Këtu për shembull u bë një akullore. Këtë bëjmë për të parë
se sa akullore dalin me recetën që unë ju tregova, apo sa akullore mund të bëni me recetën, se të lezesh me janë këto punë, kështu që ka të ngrënë të përfshirë, e treta mbaroi, dhe ndërkohë ka akoma akullore brenda. Është akullore për vërteti. Unë nuk e kisha menduar kur ndonjëherë që akulloret do ishin kaq të thjeshta për të bërë, domethënë duhet thjesht një pajisje e këndshme si kjo. Mund të kurseni sepse një akullore si kjo në dyqanin më të lirë të lagjes mundshme 500-600. Ndërkohë që këto para mund të kurseni duke bërë një racion për gjithë familjen tuaj, edhe është fan, është gallat, domethënë ta bësh të gjithë në shtëpi. Atëherë kaq kishim për sot, miq dashur, uroj shumë që kjo pajisje të ketë pëlqyer, mua personalisht po, vërtet shumë. Jo vetëm sepse ka një stil të bukur retro, por gjithashtu se ka një performancë shumë të mirë, është rechargeable, futet në frigorifer dhe çdo gjë që duhet të bëni është thjesht të përzjeni ingredientet apo përbërësit gjithë këtu bashkë. Nëse keni komente, nëse keni mendime të ndryshme në lidhje me këto lloj pajisjesh, nëse keni patur eksperjenca me marka të tjera, me lloje të tjera, me formate të tjera, ju lutem shumë të shkruani në seksionin e komenteve, mos harroni kurrë që të bëni subscribe kanalin tonë sepse kështu nuk do të humbisni kurrë asnjë nga materialet tona apo videot e ndryshme të cilat ne servirim çdo javë për ju. Miq dashur, nga Ungendi, miru pafshim edhe rishihemi herën tjetër dhe mos harroni që këtë produkt i jashtëzakonshëm mund ta merrni me 10% ulje vetëm duke përdorur Urgenti 88, pra kodin tim. Miru pafshim, rishihemi herën tjetër.